Përshëndetje të nderuar miq, në këtë fund korriku do të flasim për Kosovën, për situatën politike atje. Sigurisht e ca zhvillime që së fundi lidhin dhe Tiranën me Beogradin. Në fund të bisedës në pjesën e tretë do të diskutojmë edhe për një debat fundit, një luftë për luftën digjitale në Kosovë. Për gjitha këto kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me profesorin Selatin Redkoceri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit që riktheheni sërish për folur për situatën atje dhe këtu. Përshëndetje, respekt. Profesor, do ta nisim nga kuvendi i veprimtarëve të LDK-s apo nga reagimet e shumta që kanë ardhur sipas Serbisë, pak nga Tirana zyrtare s'ka ndonjë reagim për hapjen e konsullatës serbe në Shkodër? Nuk është problem. Ja fillojmë ka të dëni, ku të dëni. Nuk e kemi problem fare. E Shkodrës është më na prek akoma më shumë. Shkojmë nga Shkodra. Shkojmë nga Shkodra tutje. Si ka mosi, profesor, ju bëri habi juve ky fakt që mund të ketë Serbia një konsullat Shkodrës pas pranimit për të hapur konsullatën shqiptare në Bujanoz. Okej, atje është Kosova lindore, janë shqiptar, toka jon. Edhe me të drejtë, konsullata është diçka normale, madje e vonuar. Ndërkohë që në Shkodër, me aq informacion sa ka mund, por edhe sa po shija statistika që kishin publikuar shumë në rrjetet sociale, nuk ka, i numërohet me gishtat e dorës serbët. Malazes po serb jo. Si ka mundësi, përse vjen ky vendim? Kush është qëllimi, strategjia serbe? Si duket, kjo diplomacia edhe e Shqipërisë edhe e Kosovës shpesh bëjnë negociata dhe për ato bisedat cilat bëjnë me faktorin serb, sidomos nuk e njoftojnë publikun. Një prej tyre, si duket, është edhe kjo një takimi që kanë pasur Marko Đurić, ministri i punëve të jashtme të Serbisë, edhe Ferit Idrisli, ministri i Evropës, dhe çka është atje i punëve të jashtme, dhe si duket ata veç kanë pas një marrëveshje për të hapur konsullata, një në Bujanoz dhe një tjetër në Shkodër. Derisa kjo çështja e konsullatës në Bujanoz arsyetohet sepse ne e dim që në luginën e Preshevës atje i kemi pas 3 qytete, 3 vendbanime me fshatra komplet, thuajse me shumicë shqiptare, po flasim për një të kaluar sepse tani veç po ndryshon edhe struktura demografike në këto 3 lokalitetet mëdha, 3 komuna, ku mund të themi se në Medvegja tani më veç i numërojmë qytetarët në gishta në atë komunë, derisa në Bujanoz edhe në Preshev kemi ndoshta dikon 3-4 qytetarë shqiptarë, derisa veç pak para luftës Kosovës atje kemi pas mbi 100.000 shqiptarë të regjistruar në këto 2 lokalitete. Në Preshev, Bujanoz dhe Medvegj, adresat e qytetarëve tani më janë shuar, nuk ekzistojnë adresat dhe shumë shqiptarë nuk e kanë të drejtën më të votojnë për pushtetin lokal, por sigurisht as për pushtetin qendror në Republikën e Serbisë. Kjo, domethënë, hapja e konsullatës që është biseduar nga Ferit Idrizi ose qoftë edhe nga kryeministri i Republikës së Shqipërisë, është shumë e arsyeshme që të jetë një konsulat qoftë në Bujanoz, qoftë në Preshev, për shkak të interesit të shumë shqiptarëve dhe për shkak se jetojnë shumë shqiptarë atje. Por, në anën tjetër, lajmi i sotëm që të hapet një konsulat edhe në Shkodër, unë nuk di edhe s'paku atë sa një demografin e Shqipërisë edhe të Shkodrës, nuk mendoj se në Shkodër ka komunitet serb apo ka ndonjë qytetar. Paktën 10 të tillë që mund të jetojnë në këtë qytet, në këtë bashki të Republikës Shqipërisë.
Malazes mund të ketë. Malazes mund të ketë 50, 60, 100, ndoshta të regjistruar në bazë statistikave shqiptare, por për malazezet nuk ka nevojë të kujdeset se Serbia... Në shqiptimin tuaj është goditje edhe për Kosovën, por është edhe provokim për Malin e Zi. Edhe provokim, goditje direkte për Kosovën, sigurisht provokim i hapur për Malin e Zi, se gjëja po kujdeset Serbia për Malin e Zi që kanë kontakte të mira, marrëdhënie të mira Shqipëria me Malin e Zi, edhe këmbime, edhe turizëm reciprok, kështu që fare nuk ka nevojë Serbia të ketë konsulat në shtetin shqiptar. Unë nuk di ministri i integrimeve, që ka ministri për Evropë edhe punë të jashtme, Fereti Trisi, si ka parapo apo si është nënshtruar kërkesave serbe për të hapur një konsulat në Shkodër. Mendoj që këtu ministri Gjurić ka kërkuar reciprocitet. Ne po ju hapim një konsulat në Bujanovc, njëjtën kohë ju do të na hapni një konsulat në Shkodër, sigurisht ka kërkuar në Shkodër. Ministri Gjurić s'ka kërkuar në Koks, por ka kërkuar në Shkodër për shkak të atyre pak malazezve të cilët mund të jetojnë në zonat kufitare në mes Malit Zi dhe Shqipërisë. Dhe këtë unë mendoj që është një hap shumë i gabuar i diplomacisë shqiptare, edhe duhet të mos pranohet në asnjë mënyrë, edhe para së gjithash duhet të tregohet cili është interesi kombëtar i shqiptarëve për një konsullat të tillë në Shkodër apo kudo tjetër në Shqipëri. Mund të arsyetohet konsullata apo ambasada e cila është në Tiranë e Serbisë, por një konsullat e veçantë edhe ashtu territorialisht nuk janë shumë larg Shkodra me Tiranën, është komplet edhe e paraqeshme, dhe unë mendoj që duhet të jap përgjegjësi ministri i cili ka pranuar një marrëveshje të tillë. Ende s'kemi deklarime nga Shqipëria, por megjithatë mendoj që këtu ka diçka të msheft që vepron, apo diçka që zoti Ferit si Hoxha, si e ka Ferit Hoxha e ka pranuar, sigurisht në dialog me Marko Gjurićin e njohur, i cili për shantazhe të tilla është shumë i njohur në çortet politike. Në rrjet ka mjaft komente, reagime që Serbia s'po njeh Kosovën, ndërkohë që tani po pranohet një konsullat aty ku nuk ka serb. Mund të jetë ky një vendim që mund të ketë kaluar, mund të jetë diskutuar për konsullatën edhe me Prishtinën? Po kjo nuk besoj sepse ata Kosovën, Marko Gjurići dhe Vučići e konsiderojnë territor të vetin. Ata ende Tirana me Prishtinën, ata flasin për këto gjëra? Po problemi Tirana me Prishtinën veç ka kohë që nuk kemi parë se ka pas biseda ndërmjet kryeministrit ton Albin Kurtit dhe kryeministrit Edi Rama. Kjo domethënë marrëdhëniet diplomatike, vllazërore, çfarë dush të themi mes të Kosovës dhe Shqipërisë për momentin janë të ngrira dhe nuk kemi njëjtë, sikur që janë ngrirë kjo marrëveshja apo vazhdimi i dialogut me Serbinë, Kurti, Vučić apo personi që ishte deri dje, zoti Bislimi, nuk kemi as në atë nivel, por për fat keq nuk kemi as dialog mes të dy shteteve vllazërore siç është Kosova edhe Shqipëria. Kjo është për tu brengosur, dhe unë mendoj që është prapavi apo skenar i qeverisë serbe që të ketë provokim këtë rast edhe për Kosovën, edhe për Malin e Zi nëpërmjet një konsulate që mund të hapet në të ardhmen në Shkodër. Edhe pse besoj që tani pas reagimeve ka mundësi që kjo mos të ndodhë, por megjithatë unë mendoj që nuk do të ndodhë as në Bujanovc. Nëse nuk zbatohet... do ta kundërzojnë edhe Bujanovcin. Ata, pra, domethënë do të penalizohet këtë rast edhe Bujanovci, nuk do të ketë
sepse atë serbët do të thirren se nuk po zbatohet marrëveshja për të hapur konsulatën në Shkodër, njëjtë edhe ne nuk do të hapim në Bujanos, dhe kështu brenda pak vitesh në ai territor shqiptar do të ngelet pa shqiptar, sepse edhe ashtu mëse 30.000 dhe 40.000 qytetarë veç kanë migruar apo emigruar në Kosovë dhe shumica e tyre jetojnë këtu në rrethinat e Prishtinës, Fushë Kosovë, Lipjan e në qytete tjera afër Prishtinës. Pra, për ta mbyllur këtë, edhe për të kaluar tek çështja e dytë, profesor, duket sikur me një vendim, një marrëveshje që ka sjell provokime në të tre shtetet, pra Shqipëri, Kosovë dhe Malzi, dhe në fundit të humburit, sipas asaj që ju thatë, në fund do të jenë shqiptarët e Kosovës lindore. Profesor, për kaluar tek kuvendi i veprimtarëve të LDK-s, mendoni që do shkarkohet Lumir Abdixhiku dhe ndoshta pas ti ka më shumë gjasa atje Vjosa Osmani apo përparim Rama? Unë ka mendu që zoti Abdixhiku veç para zgjedhjeve të kaluara kur i humbi zgjedhjet të jepte dorëheqje. Ai fillimisht e pa të lajmëruar dorëheqjen, por qëndroi me shpresën se do të bëj diçka më mirë edhe me ofrimin që ja bën zonjës Vjosa Osmani, por megjithatë mendoj se sukseset e zotit Abdixhiku në skenën politike kosovare, sidomos në zgjedhjet e fundit, lën shumë për të dëshiruar. Nëse pak vota ka pas më shumë ose në përqindje i ka fituar thujse të njëjtat vota, por për me qenë se një numër i madh i qytetarëve, sidomos atyre të vetëvendosës, votuesve të vetëvendosës nuk kanë dalë, ata të PDK-s, kështu që po të dilnin ata vetëvendosja nuk do të, vërtet LDK-ja nuk do të arrinte 13-14%. Kështu që rezultatet e Lumir Abdixhikut janë vërtet të zbehura dhe të zbeta, kështu që ai njeri për të mos shkuar në votim ka qenë mirë para kuvendit ditën e sotme, ditë sot e kanë kuvendin mbrëmje, gjë që nuk është e zakonshme. Zakonisht lidhja demokratike e Kosovës në skaluarën, por edhe në kohën e Rugovës, gjitha kuvendet i kanë mbajtur ditën, edhe i kanë mbajtur fakti që mban natën reflekton dhe situatën si është aty natë. Kjo ashtu, po është situata e zëmtër, situata e errët, edhe kjo mbledhje është dashur të mbahet sot gjatë ditës, edhe zoti Abdixhiku të përshëndetet nga kreu i lidhjes demokratike të Kosovës. Mendoj se edhe me votim, nëse hyn në vot besim, do t'i humb votat, nuk do t'jetë me kryetari lidhjes demokratike të Kosovës. Nëse edhe herën e kaluar për pak shpëtoi, si ishin aty. Ishte 55-45, dhe më thonë, për një nëndeg të lidhjes demokratike, Vushtria, zoti Tahiri, ja kishte bërë votat dhe për atë nëndeg ai vazhdoi të qëndroj ende në. Kështu që sonte në mbrëmje do ta kemi lajmin se Lumir Abdixhiku nuk është më kryetar i lidhjes demokratike të Kosovës. Edhe pse dy grupet janë duke bërë kalkulime të shumta, janë të gjithë në teren dhe po luftojnë për dikush për të mbetur zoti Abdixhiku në pushtet, në vërtet në kryesim të lidhjes demokratike. Nuk e të drejtë, profesor, se edhe opozita është kthyer në pushtet, është pushtet në vete. Po, derisa pjesa tjetër janë duke kërkuar edhe një numër të votave për të rrëzuar nga kryesimi zotin Lumir Abdixhiku. Lumir Abdixhiku e ka edhe një adot, është duke përdor atë joshjen e një numri të delegatëve të Këshillit Përgjithshëm, sepse po ju premton pozita në qeverinë e ardhshme të Albin Kurtit, pozita ministrore, zaves ministra, këshilltar e kështu me radhë. Në anën tjetër, pjesa tjetër e LDK-s nuk po premtojnë, por po premtojnë
se do të ketë një të ardhme shumë të mirë lidhja demokratike e Kosovës. Mendoj se nëse me vetëvendosjen lidhja demokratike e Kosovës, definitivisht në të ardhmen në zgjedhjet e ardhshme, kur do që të jenë ato, do t'jenë tetor apo nëndore, sigurisht do të shkojmë në zgjedhje, lidhja demokratike e Kosovës me Lumir Abdigjikun do të luftoj për prag zgjedhor. Sepse në asnjë mënyrë me Lumir Abdigjikun nuk shkohet përpara, sepse veç tani më është dëshmuar se në ndegët kryesore i ka kundër. Në ndega e PES është njëra prej në ndegëve më të forta të lidhjes demokratike të Kosovës. Po ashtu, edhe në ndega e Prishtinës, në ndega dytë e Prishtinës, e zotit Përparim Rama, apo zotit Dushi. Gjithashtu është në ndegë e madhe, në ndega Lipjanit, me Imre Ahmetin, po ashtu është njëra prej në ndegëve të mëdha. Kështu që në ndegët më të mëdha, në ndegët më të forta, ku kryetarët e tyre kanë fituar pa balotazh, janë që Lumir Abdigjikut të largohen nga kryesimi. Dhe në këtë mënyrë, themi se do të kemi shkuarje nga kryesimi i lidhjes demokratike të zotit Lumir Abdigjiku natën. Ndoshta me një rezultat të ngushtë, por megjithatë mund të jetë ai rezultati qysh ishte në favor në votbesimin e kaluar, tani do të kthehet në disfavor të zotit Abdigjiku. Por për të shpëtuar lidhja demokratike e Kosovës, e papërqarë, për të mos të ndarë edhe njëherë, si që ka ndodhur historikisht, disa herë, ishte me qenë mirë që zoti Abdigjiku të japë dorëheqje dhe të mbaj unitetin e grupeve brenda lidhjes demokratike të Kosovës, sepse megjithatë themi se një numër i konsideruar i personaliteteve të shquara që i ka LDK-ja janë përkrahas të zotit Lumir Abdigjiku. Do që me patjetër duhet që Lumir Abdigjiku t'jap dorëheqje dhe ta shpëtoj nga votimi i sotëm mënyrë që të mbetet LDK-ja unike ajo që është. Dhe me shpresa të mëdha që me një kryetar të ri, lidhja demokratike e Kosovës në të ardhmen do të jetë parti shumë e fortë. Nuk themi se do t'i fitoj zgjedhjet, por sigurisht do të shkoj nga përqindja 20 e pa shumë përqend nëse Lumir Abdigjiku nuk do të jetë kryetar. Profesor, do ta mbyllim me Lule Gjeli. Çfarë është ky fenomen që ka turbulluar dhe trazuar Kosovën në ditët e fundit? Unë në rrëtëvënjës të një e spjegova hëllë gjatë këtë punën e Lule Gjelave, me qenë se jam shumë i informuar. Zoti Bollat kam informuar se kam qenë vetë kryetari një qendre komunale Lipjani, i lëvizjes vetëvendose, kam qenë këshill përgjithshëm, kam qenë aktiv, për kohë të shkurt, por kam qenë shumë aktiv në lëvizjen vetëvendose dhe i kam njohur ato veprimet kibernetike të cilat bëhen brenda lëvizjes vetëvendosje. Ajo lufta hibride të cilën vazhdimisht e ka përmendur zoti edhe i ka akuzuar tjerët se po bëjnë luftë hibride. Lufta hibride për herë të parë ka filluar në lëvizjen vetëvendosje në vitin aty dikon 2008-2007, ka vazhduar intensivisht në kaluarën, por është intensifikuar dhe ka mri kulmin në vitet e fundit. E po një Lule Gjell, nuk është vetëm një Lule Gjell, po kemi atje Jona Qitokun, kemi Shqipëria Bashkuar, kemi të gjithë për vetëvendosjen, vetëvendosja ashtu, vetëvendosja Bashkimi Kombëtar, të më thonë, kanë emra të ndryshëm. Llogaritet se në vetëvendosje janë dikun në antarësi, në kryesi, të secila kryesi, secila në ndeg, secila deg, këta ju thojnë qendra, secila pik, ko faqe të tilla, fake, po emra të tillë, kanë faqet Facebookut fals, secila qendër, përveç asoj
faqes origjinale. E ka në anën tjetër edhe 2-3 faqe tjera me të cilat provokojnë, shajnë, fyjnë dhe bëjnë etiketime të ndryshme për opozitën apo për rivalet politik. Lule Xheli është në atë pjesën elitare, që ka komandu me te, apo ka marrë udhëzime direkte prej Zotit Kurti, prej Dejona Mihalit, prej Elvis Hoxhës, prej Hüsamettin Ferrajt, prej Arber Zajmit, e prej këtyre elites që vjen, elites ÖVV-s që vjen prej Shqipërisë. Ai social komunizmi që ka mbet ende në Shqipëri, ata janë tani njerëzit më të rëndësishëm të cilët i udhëheqin këto farë kibernetiken brenda lëvizjes së vendosjes. Dhe ka të tillë si ky Gent Prokshi, i cili ka pasur disa emra, është paraqitur me disa emra, dikun Tavlan Bytyçi, dikun Gent Prokshi, dikun Gent Koblla, emrat Lule Xheli, ndoshta mund t'jetë edhe Jona Çitoku. Edhe kjo e keqja më e madhe është se këta kryesisht i kanë pas në emra të zonjave, në emra të grave, në emrave të vajzave. Dhe kur i ke pati fyrjet, çfarë fyrje ju bëjnë njerëzve, aktivistëve më të rëndësishëm, siç kohëve të fundit e fejten edhe Rifat Jasharin, trashëgimtarin e familjes, domethënat vllaun e Adem Jasharit, Hamza Jasharit, djalin e Shaban Jasharit, e fejten në familjen e Shkelzenit, djalin ja fejten duke i quajtur tradhtar të gjithë ata që marrin pjesë në krejt. Këto janë profile, por këto profile kanë qendrën e komandimit. Qendra komandimit është në lëvizjen dhe të vendosje. Edhe Osmani për të vërtetës e tha para ja një muaj. Zonja Osmani e ka përjetu vetë këtë Lule Xhelin, sepse ai ka qëndruar dikun me një hotel, ku e di unë çfarë hoteli e ka fotografu dhomën, siç ka mundësi, secili dhe e akuzon presidenten, merrni me mend në çështje morale, duke thënë kjo është dhoma ku kanë kryer marrëdhënie presidentja me bodyguardin e tij. Po këto janë gjëra të patolerueshme dhe për fat keq, Kodi Civil i Republikës Kosovës nuk i parasheh këto fyrjet në internet si vepra penale. Përndryshe, do të duhet të klasifikoheshin si vepra penale edhe të dënohen njerëzit, se sidomos tani kur prokuroria po merret me këtë zotriun, por unë frigoj që në mungesë të ligjeve të cilat e dënojnë fyrjen edhe këtë shantazh që i bëhet njerëzve, mendoj që kanë me liru, të lirohet një person i tillë, i cili me qindra njerëz ka fy, ka shoh, ka prish familje, ka prish vëllezër me motra, vëllezër me vëllezër, sepse ka përdor gjithçka burra me gra. Domethënë po t'ishte ai prindoni burri i zonjës Vjosa Osmani pak më fanatik, sigurisht edhe Vjosa Osmani nuk do të vazhdonte të bashkëjetonte me burrin e vet legal që e ka, sepse një fyrje e tillë që vjen nga një që të gjithë kanë menduar, atje jeta gjara e ka pas në kallzo.com si artikull shkrues kët. E ka pas ka pas edhe shkrime fejtonistike te ajo zonë. Dhe këto të lejohen me një profil të tillë falso në mediat kosovare, mediat e rëndësishme, të cilat financohen nga qeveria, vërtet është e pakuptim. Mendoj që duhet të ndalen këto farë etiketime të njerëzve, duhet policia kriminale e krimeve kibernetike të ulumtoj, nuk e ka pas vështirë, sepse zyrat ku kanë vepru këto grupe kanë qenë brenda lokaleve të lëvizjesve të vendosje. Shumë prej tyre i kanë IP nga Serbia, Rusia, i kanë edhe nga shtete tjera, Greqia, dhe nuk e kanë pas problem, e kanë pas bukur problem t'i gjejnë. Por tani, me që veç e kemi vegzën, e kemi gjetur njërin prej tyre, dhe shumë tjerë kanë po i mbyllin, si Jona Çitoku e disa tjerë, të cilët njëjtë kanë qenë. Të tillë, unë e thash edhe
Unë herë kom komuniku, jo një herë, disa herë, me të tillë se edhe mu më kanë fy, por zakonisht i kom fshi, zakonisht i kom bloku, sepse për shkak të fëmijëve të vegjël nuk doja që fëmija me të përballen me fyrje të tilla, kërcënime të tilla, ku na i shonin edhe fëmijët në djep, edhe motrat, edhe gratë, edhe gjithçka, veprime të tilla, edhe unë me një rast nuk e di sakt, sepse i kom hjek nga shoqëria. Lule Xheli ose Çukujona Qitaku kom komunikuar me sinxher me ta. Edhe kom arritur ta zbuloj se nuk është zonjë. I kom thënë ti nuk je zonjë, ti je burr. Ti je burr sepse zonjat nuk kanë mundësi të kenë një vokabular të tillë, fës, çfarë bëjnë disa djem këto të degeneruar, të cilët nuk e meritojnë lirinë. Kjo e ka sjell popullin shqiptar në buzë të Kosovës, në buzë të vllavrasjes. Buzë sepse secili prej ne po ta dinte, po ta njehte se ky Lule Xheli, që ky Prokshi, jo mi bindun që do të hakmerej me format e mbrapshta të kanunit, sepse fyrjet janë të tilla, kur ta shohën fëmin, kur ta shohën nipin, ta shohën besen, nuk guxon të postosh fëmijë. Fyrat e fëmijëve nuk guxojmë të postojmë prej tyre nipërve, besave tona, sepse të bëjnë, të shtojnë, të fyjnë, edhe nusja djalit, djali im kanë thënë që fëmijët tonë mos na ekspozo sepse po shkruan, po flet, edhe pastaj po na i shohin, kështu që ne nuk kemi guximin prej elementeve të tillë të kënaqemi me fëmijët tonë, me mbesat tona, me nipërit tonë, për shkak të këtyre ideave të Facebookut, të cilët vërtet na kanë sjellë në një gjendje të mjeruar. Kjo e ka hapur kutinë e Pandorës të asaj që ndodh në botën e nën tokë, pra të nëndeshme të online-it, e kush shihet pas saj. Sigurisht që debatin Kosovë do vazhdoj. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën edhe gjitha çështjet që ne diskutuam. Edhe diçka, për fat keq të gjitha këtu kanë regjisor, kanë skenar. Për të gjitha këtu ka dije, e din edhe Albin Kurti, e din edhe Dejona Mihali, e din të gjithë lëvizja vetëvendosje se ndodhin, edhe ata e din mirë, ende as një prononcim nga Albin Kurti për Lule Xhelin. As distancim, as një fjalë, kjo nënkupton që këto bëhen edhe janë bërë me direktiva nga qendra kryesore e lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit zoti. Megjithatë, profesor, çdo e keqe e ka nga i mirë dhe kjo ndoshta mund të shërbejë edhe për ndryshimin e procedurave të projektligjit të kodit penal për luftën online, luftën hibride, edhe këtë që ne sapo diskutuam. Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit, ishte